7 dhimbje që nuk duhen ignoruar kurrë. Kur bëhet fjalë për urgjenca shëndetësore, mjekët shohin gjithçka. Janë ata të cilët njerëzit i drejtohen me shpejtësi kur diçka serioze shkon keq. Por çfarë quhet vërtet serioze? Dhimbja është shumë subjektive dhe nuk ka një rregull të përgjithshëm që vlen për të gjithë. Megjithatë, disa lloje dhimbjesh janë sinjale alarmi që nuk duhen ignoruar. Më mirë të dëgjosh që nuk ke asgjë, sesa të pendohesh që nuk ke shkuar tek mjeku në kohë. Ja, cilat janë dhimbjet që kërkojnë vëmendje mjekësore menjëherë. 1. Dhimbje e papritur që nuk largohet. Nëse një dhimbje shfaqet papritur dhe nuk ikën, është një sinjal që nuk duhet neglizhuar. Sado e vogël të duket, nëse është e pazakontë dhe e fortë, duhet të konsultohesh me një mjek. Në fund të ditës, është më mirë të jesh i kujdesshëm sesa të pendohesh më vonë. 2. Dhimbje në gjoks. Kur flasim për dhimbje gjoksi, shumicës i shkon mendja menjëherë tek sulmi në zemër dhe me të drejtë. Një dhimbje e papritur në këtë zonë, sidomos nëse nuk e ke ndier më parë, është një arsye e mirë për të shkuar tek mjeku menjëherë. Gjithashtu, dhimbja e gjoksit mund të sinjalizojë edhe probleme të tjera serioze, si mpiksje gjaku në mushkëri apo shyrje e një ene të madhe të gjakut. Pra, është një dhimbje që nuk duhet marrë lehtë. 3. Dhimbje në pult e shoqëruar me skuqje. Nëse ndjen dhimbje në pult dhe ajo është e skuqur apo e fryrë, kjo mund të jetë shenjë e një tromboze të venave të thella, DVT. Kjo është një gjendje e rrezikshme që mund të çojë në komplikacione serioze, sidomos nëse ke qëndruar shtrirë për një kohë të gjatë pas një operacioni ose pas një fluturimi të gjatë. 4. Dhimbje në pjesën e sipërme të shpinës që ndihet si këputje. Dhimbjet e shpinës mund të ndodhin për arsye nga më të ndryshmet, por një dhimbje e papritur dhe e fortë në pjesën e sipërme të shpinës që duket sikur po të këput nga brenda, mund të jetë një shenjë e një problemi serioz me aortën, enën më të madhe të gjakut në trup. 5. Dhimbje të caktuara në pjesën e poshtme të barkut. Barku është një nga zonat më të ndërlikuara kur bëhet fjalë për dhimbje. Dhimbja në njërin anë të barkut ose në shpinë e shoqëruar me temperaturë mund të tregojë infeksion në veshka. Nëse ke edhe përzierje apo të vjella, mund të jetë apendiciti. Në çdo rast, këto lloj dhimbjesh nuk duhen ignoruar. 6. Dhimbje koke e papritur dhe shumë e fortë. Një dhimbje koke që shfaqet menjëherë si goditje rrufe dhe është më e forta që ke përjetuar ndonjëherë, mund të jetë shenjë e një hemorragjie në tru ose një aneurizme që po këputet. Mos e krahaso me dhimbjet e zakonshme që mund të vinë nga stresi ose lodhja. Kjo është një situatë urgjente që kërkon ndihmë të menjëhershme mjekësore. 7. Dhimbje gjatë urinimit ose gjak në urinë. Nëse ndjen djegje apo dhimbje kur urinon, sidomos kur shoqërohet me temperaturë apo ndjesë të përgjithshme lodhjeje, mund të jetë shenjë e një infeksioni urinar. Në rastet kur shfaqet edhe gjak në urinë, është një alarm që nuk duhet ignoruar. Kjo mund të tregojë probleme me veshkat, infeksione më serioze ose në disa raste edhe probleme më të rënda si tumore. Nëse ndjen ndonjë nga këto dhimbje, mos prit të shohësh si do shkojë. Është gjithmonë më mirë të konsultohesh me një profesionist shëndetësor sesa të rrezikosh shëndetin tënd.